Ferën aty. Mirëmbrëma Fabiola, në fakt më lejo që edhe unë t'ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri dhe sa më shumë shëndete në mbarësi në familjet e tyre. Në fakt, sheshi Skënderbej është kthyer mbrëmjen e sotme në një atmosferë festive, ku të shumë qytetarë kanë dalë pikërisht në zemër të kryeqytetit për të mirëpritur edhe vitin e ri, pra 2026. Këtu nuk mungojnë asnjë nga grupmoshat, kemi fëmijë të rritur, të moshuar, të gjithë janë përbashkë për të festuar dhe për të shpresuar për një vit sa më të mbar në 2026. Në fakt, koncerti ka nisur ashtu siç ishte organizuar dhe lajmëruar nga Bashkia e Tiranës që në orën 22, ku deri më tani kanë performuar disa nga artistët më të njohur të muzikës shqiptare, ku ka performuar në skenë Valbona Mema, Ardit Çuni është aktualisht në fakt duke sjellë një atmosferë festive për të gjithë shqiptarët, por nga ana tjetër në fakt ajo çfarë unë të doja të theksoja që të shumt janë edhe turistë, ata të cilët kanë ardhur nga shtete të ndryshme të vendit për të pushuar në vendin tonë dhe këtë mbrëmje janë bashkuar edhe natës festive këtu në kryeqytetin tonë, paprikërisht në zemër të Tiranës, në sheshin Skënderbej. Ajo çfarë dua të them në fakt që tashmë është më pak se sa një orë na ndajmë pikërisht nga kulmimi i spektaklit të fishek zjarreve, ku në orën 00, pra siç e donte tradita për të mirëpritur vitin e ri 2026, ku do të manifestohet dhe me fishek zjarret, të cilët do të, në fakt ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit siç është njoftuar nga Bashkia e Tiranës, do të zgjasin plot 6 minuta, do jetë dhe spektakli i fishek zjarreve, ku në fakt marr shkas duke nisur dhe nga vitet e tjera, sheshi Skënderbej mbushet nga qytetarët të cilët pasi kanë ndarkuar me familjarët e tyre, dalin pikërisht në sheshin Skënderbej për të festuar dhe pasi natën e sotme është një natë e gjatë dhe koncerti në sheshin Skënderbej është planifikuar për të zgjatur deri në orët e mesnatës, pra rreth orëve të para të mëngjesit. Sa i takon koncertit, do doja të ndalesha pikërisht edhe tek artistët e tjerë, të cilët do të sjellin këngë në skenë, pra për të gëzuar kështu të gjithë shqiptarët. Në fakt është përveç Valbona Memës, unë thash, ka performuar më herët apo Ardit Çuni, është Fifi, Bleona Qereti, po ashtu edhe artisti i njohur Alban Skëndera. Janë disa nga zërat dhe artistët më të dashur për publikun shqiptar. Pra është një natë gjatë Fabiola, ku pikërisht shqiptarët janë përbashkë për të festuar, por nga ana tjetër kemi pasur mundësinë që edhe të intervistojmë dhe të diskutojmë me disa prej qytetarëve të cilët ndodhen në sheshin Skënderbej, të cilët kanë ardhur nga shtete të ndryshme të botës për të festuar në Shqipëri. Kemi parë qoftë edhe nga Kosova, Malizi, Maqedonia, po ashtu shqiptarë të Italisë dhe nga gjitha vendet nga Anglia, po ashtu kudo ku ka shqiptar janë mbledhur për të pritur vitin 2026 në sheshin Skënderbej. Dhe pak më sipër Gjoana, që ka edhe turistë të cilët kanë ardhur në Shqipëri për të festuar, nuk e di nëse ke patur mundësi të bisedosh me ta për të cilat arsye ata kanë zgjedhur Tiranën për të festuar. E drejt Fabiola, përveç shqiptarëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme, përfshirë Italinë, Greqinë, po ashtu edhe nga Anglia, nga Gjermania, kemi parë shumë qytetarë flasin për emigrantët shqiptarë, ndoshta sa i takon turistëve të huaj, nuk kanë munguar, po ashtu edhe nga Gjermania kemi parë, por kryesisht të Italisë. Janë ata të cilët mbrëmjen e sotme ndodhen pikërisht në Shqipëri dhe kanë uruar për mikrofonin ABC News për gjithë shqiptarët një vit sa më të mbar dhe diskutohet për sa më shumë shëndet dhe mirësi për të gjithë. Kam përshtypjen Gjoana se do të ketë më tepër qytetarë, apo jo? Pritet të shtohet edhe numri i qytetarëve në shesh, duke afruar edhe ora 12, pra duke afruar mesnata për të parë edhe spektaklin e fishek zjarreve, apo jo? E drejt Fabiola, në fakt që prej orëve të mbrëmjes ka pasur prezencë të qytetarëve të cilët kanë zgjedhur Tiranën pikërisht kryeqytetin për të festuar. Në fakt unë doja të thoja këtu që kemi parë edhe qytetarë të ardhur edhe nga rrethet brenda vendit tonë. Kryesisht kemi parë nga Shkodra, nga Elbasani, nga Durrësi, po ashtu të cilët kanë ardhur pikërisht për të pritur orën 12 pra të mesnatës në sheshin Skënderbej, por edhe koha i favorizon në shumë të paktën në këtë orë nuk kemi shi dhe kjo është një lajm shumë i mirë, apo jo? E drejt Fabiola, në fakt është
është mirë, për të thënë që nuk kemi shi, por nga ana tjetër kemi edhe temperaturat e ulta, por pavarësisht kësaj nuk i ka penguar as pak qytetarët për të mbledhur bashkë dhe për të festuar, për të pritur orën 12 në sheshin Skënderbej. Ndërkohë që sa i takon numrit të qytetarëve, në fakt nga minuta në minutë ne shohim që numri vjen duke u shtuar, duke thënë, siç e thash edhe pak më herët, ndoshta edhe për shkak se festojnë me të afërmit dhe me familjarët në shtëpi dhe më pas pra vinë rreth orës 12 për të pritur fishek zjarret në sheshin Skënderbej. Pra nga momenti në moment ne shohim që numri i qytetarëve vjen dhe shtohet në sheshin Skënderbej. Është tashmë prej vitesh një traditë